Operacioni kombëtar për vendosjen e lishmërisë në territor për ato që ndërtojnë pa leje, për të lejes apo për qëllim me fitimi, ka nisur dhe poshtrihet në zonat rreth Tiranës, ku ndërtuesit, mbikëqyrësit, inspektorët që kanë shkelur kushtet e lejeve për vilat dhe godinat shtrenjta, do të përballen me masa administrative dhe penale që parasheh legjislacioni në fuqi. Ministrja për punët e brendshme Albana Koqiu ishte e pranishme në far ku theksoi se çdo ndërtim pa leje apo tejkalim të saj do të ndëshkohet me gjop, kallëzim penal dhe prishet menjëhershme. Vijojmë me operacionin për vendosjen e lishmërisë mbi territor, si pjesë e një procesi të gjerë që po zbatohet në të gjithë vendin. Kontrollet kanë treguar se abuzimet me territorin nuk janë vetëm çështje individësh që ndërtojnë pa leje, por shpesh lidhen edhe me mospërmbushje të detyrës nga ana e punojësve publik. Askush nuk do të mbrohet nga pozicioni që mban kur bëhet fjalë për zbatimin e ligjit. Prandaj masat po shtrihen në çdo nivel përgjegjësie. Dua të theksoj qartë, ligji është i barabartë për të gjithë dhe zbatimi i tij është një garanci për zhvillim të drejtë dhe të qëndrueshëm. Në këtë proces, ndërtuesit duhet të jenë të parët që tregojnë kujdes. Shfrytëzimi i çdo metri katror më shumë nga ajo që është lejuar do të penalizohet rënd me gjop, ndjekje penale dhe prishje të menjëhershme. Në të njëjtën kohë, u bë thirrje edhe një herë qytetarëve të jenë të kujdesshëm kur blejnë një pronë, të verifikojnë dokumentacionin dhe statusin ligjor të objektit, duke shmangur kështu çdo mashtrim apo abuzim. Të gjitha këto masa po zbatohen mbi bazën e paketës ligjore, të miratuar në fillim të muajit tetor, e cila ka forcuar më tej mekanizmat e kontrollit të territorit dhe sanksionet ndaj çdo shkeljeje. Mbrojtja e territorit është angazhim kombëtar dhe nuk ka kthim pas. Ashtu si dhe rruga jonë europiane, që nuk mund të përshkohet me zaptime, gardhe apo ndërtime abuzive, por me rregull dhe respekt për hapësirën publike, si një e mirë e përbashkët për të gjithë. Koqiu theksoi se mbrojtja e territorit nuk ka kthim pas dhe se ky operacion, sipas ministres, do të vazhdojë pa ndërprerje deri në vendosjen e plotë të rendit dhe ligjit në territor, me qëllim mbrojtjen e pronës publike dhe garantimin e zhvillimit të lishëm urban.